Qeveria shqiptare vendosi këtë të premte të rrisë pagën minimale mujore duke e çuar atë nga 40.000 lekë në 50.000 lekë, një vendim që prek drejt për drejt mbi 307.000 punonjës të regjistruar në sektorin publik dhe privat. Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj theksoi se rritja prej 10.000 lekësh në muaj synon mbrojtjen e nivelit të jetesës për punonjësit dhe përmirësimin e mirëqenies për mijëra familje shqiptare, duke forcuar edhe kapitalin njerëzor. Autoritetet ekonomike shprehen se paga minimale më e lartë është një instrument i rëndësishëm për të frenuar informalitetin në tregun e punës, duke nxitur deklarime korrekte të pagave dhe respektimin e kontratave ligjore. Sipas qeverisë, vendimi pritet të ndikojë pozitivisht në konsum, të rrisë stabilitetin social dhe të theksojë rëndësinë e vlerësimit dhe dinjitetin e punonjësve. Kjo rritje vjen në një moment kur inflacioni dhe rritja e kostos së jetesës ka ndikuar në buxhetin e familjeve shqiptare, duke e bërë masën një instrument të domosdoshëm për të ruajtur standardin e jetesës dhe për të siguruar një mbështetje të drejtë për drejtë për të punësuarit më të prekur.